Të dielën në skenën e teatrit Andon Zako Çajupi do të ngjitet ansambli i harsheve Harmonia Albanika në kuadër të edicionit të 7 të koncertit festiv 100 vjet muzik në Korçë. Ky koncert sjell një program të pasur me vepra të autorëve korçar dhe ndërkombëtar, duke përçuar emocione të forta dhe duke ndriçuar trashëgimin muzikore të qytetit. Në ndrejtimin e dirigjentit të mirënjohur Eno Koço dhe udhëheqjen artistike të Lorenz Radovanit, publiku do të përjetojë një mbrëmje të veçantë artistike, ku tradita dhe muzika klasike bashkohen në harmoni të përsosur. Stimulon krijimtarinë e kompozitorëve që jetojnë në Korçë apo që janë me origjinë nga Korça dhe që mbajnë lidhjet akoma me Korçën. Dhe formacioni përkatës është jo vetëm një bazament i llojit të madh të muzikës së kultivuar, por ka dhe një nivel të lartë të interpretimit. Nga ana tjetër, një gjë e rëndësishme është kjo, se formacioni përkatës është për shumë prej krijuesve edhe më të rinj, edhe me eksperiencë, një terren bazë si bazament i gjithë krijimtarisë për orkestër. Ky aktivitet është një homazh për kontributin e Korçës në historinë e muzikës shqiptare dhe një dëshmi e vazhdimësisë së saj në skenën kulturore.